بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndërru vllazën, vazhdojmë me etikën dhe etikën e diturisë ose etika e kërkimit të diturisë, e që në vazhdimin e dersën mbi etikën kem hyrë këtë temë javën e kaluar, po e pam të udhës për shkak të peshës dhe rëndësisë që ka shkenca e diturisë dhe në veçanti kërkimi i saj, ose edebet, mirësjelljet, ose etika ose mënyra e kërkimit të kësaj diturie, e ndajtëm në dy pjesë, e që pak a shumë tani kur bëjmë një përsëritje do ju kujtohen disa pika më kryesore që kemi folur herën e kaluar. Jemi në dy edebe ose etika kryesore, e që ka me 10 rasosh, po do mundohemi për mbledh dhe më të rëndësishme që janë, sepse krejt ditunia dhe forma e kërkimit së është e bazuar në to. E para që jemi herën e kaluar ka qenë hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, ai I cili e ndjek rrugën e ditunisë, Allah e madhruar ja lejon rrugën e xhenetit. Dhe na mundum disa minuta me përsërit, me përtheku me kuptimet se pse alayhi salatu wassalam tha, ai I cili kërkon ditunin, Allah ja lejon xhenetin. Pse nuk e bën një lidhje tjetër? Lidhjen mes namazit ose adhurimit dhe rrugës së xhenetit. Po e përgjigjet ditunin, e që në pikat shkurta kem përmend që rruga e ditunisë është e rëndë, sikur se rruga e xhenetit nuk është e lehtë. Ditunia është ajo që njeriu prej momentit që të lind dhe fillon me urrit, është gjëja më e nevojshme. Zaten ditunia është dallimi mes njeriu si qenie njerëzore dhe kafshëve si krijesa të tjera. Ditunia dhe të mësumit. Ditunia dhe të mësumit, nga se gjemi se njeriu është ai I cili mësohet dhe përhap ditunin. Përderisa ka shtira, atë që kanë, atë instinkt që kanë me atë veprojnë dhe vazhdojnë. Dhe kem përmend gjithashtu se për shkak që ditunia është ajo se njeriu e bën me dallu çka është e mirë, çka është e keqe, çka është halal, çka është haram, çka është njerëzore, çka është jo njerëzore. Madje ditunia e bën insanin me rregullu jetën këtë botë, po me rregullu dhe ahiretin, po me rregullu dhe jetën e kafshëve dhe insekteve. Sa që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe peshku ndet, edhe zogu në hava, bojnë lutje për atë që mëson. Pse? Sepse me mësimin që e merr individi ose shoqënia, ja sheh hajrin edhe peshku sepse nuk I bëhet zullum atij. Ja sheh hajrin edhe zogu sepse nuk I bëhet atij padrejtësi zullum. Ndërsa me errësirën që ka njeriu ose me paditunin që mbetet te ose ignorancën ose xahilietin, atëherë zullumi shkon të ushtu. Dhe kur përhapet zullumi nuk shpëton pe zullumit as kafsha, as shpendi, madje as peshku ndet. Dhe për njeriu që kërkon dituni dhe që munohet, pejgamberi alayhi salatu wasallam po thotë, edhe peshku ndet bë lutje o Zot, fale, o Zot mëshiroje. E kështu me radhë. Me pastaj jemi në tek pika e dytë ose edebi I dytë që është pe gjëra mas me rëndësie, e që kemi thonë është sinqeriteti. Jemi mundu mos me fol mbi ditunin dhe mbi sinqeritetin që ka të bëjë vetëm me një kategori të njerëzve që janë dietat ose hoxhallar ose ulemaja, mirë po në përgjithësi. Sepse kem një frikë se një pjesë e madhe e popullit ton ose e xhamatit ton menon që kur përmendet ditunia për qëllim është veç ata që bëhen dietar të asaj fushë. Pra inxhinieri nëse shkon në inxhinieri, ose mësuesi që shkon në mësuesi, ose ai tjetër që shkon në drejtimin e vet, ose ai që shkon në shkenca islame e kështu me radhë. Dhe kësaj po krijohet një bindje, po krijohet një formë që njerëzit që kanë zanate të përditshme nuk I rro kjo pjesë, edhe arsyetohen na çat mundmi me mrri ose çka dimi më u fal dhe me agjeru dhe kaq është për neve, sepse ne jemi nxollur me punën ose me zanatin që I thojmë na, ose me drejtimin që njeriu e bën. Kur flasim për dituni ose për sinqeritetin, nuk është për qëllim shkencat e veçanta, po është për qëllim. Fjala e pejgamberit alayhi salatu wasallam që ka thënë kërkimi I ditunisë është farz, obligim për çdo mashkull dhe femër, për çdo besimtar dhe besimtare. Gjë që
Ulemoja kanë përmend se mos interesimi për mësimin din me që njeriu deri në mosbesim. Dhe e kanë bërë një titull, e kanë bërë një kapitull, mos interesimi për besimin është kufër, është qyfer. Pse? Sepse njeriu çdo me njoh Zotin e vet. Çdo me njoh njeriu Zotin kur në jetën e vet nuk merr me lexu ose me ndëgju ose me mësu shpjegimin se kush është Zoti. Po mjafton me atë se çysh kemi lind, ne besojmë Zotin, ne besojmë shahadetin dhe kaq. Këtë rast na s'pe përmenum mos mësimi i besimit ose i tauhidit është kufër, por çështjen e muslimanëve po tregoj se deri në këtë pikë studiohet rëndësia e kërkimit ditunisë. Pra nuk ka të bëjë ditunia vetëm me ata që janë hoxhallar ose dietar ose me ata që janë të një shkencë tjetër, po ka të bëjë me çdo besimtar i cili ka logjikën e shnosh, ka shëndetin mental dhe fizik dhe don me jetu jetën si musliman. Dhe një prej ulemave bashkëkohor që përmendet, thot këshillën që e jep çikës vet, thot mësoje ditunin, jo për mu bë mësuese, jo për mu bë dietare, po mësoje ditunin për mu bë musliman, për me qenë musliman si duhet. Sepse neve nga një herë po i përzimi do gjana, dhe po menojmë që neve mjaftojmë vetëm me pyetjen ja bojmë dietarit për çështjen që se dim, ose inxhinierit për punën që nuk e dim, ose atij tjetrit për atë që na duhet. Dhe kjo është kur vjen nevoja ose zori dhe me kaq mjafton. Në shumicën e jetës që neve e bojmë, çat dituni që neve na duhet mund e mrin gjithsekush. Dërsa mjaftueshmëria veç me pyetje ose mjaftueshmëria vetëm me ignorancë dhe arsyetimin që s'po mojnë, kjo është një shkollë e iblisit që shpesh herë njeriu mundohet me u arsyetu dhe gjon arsye me dhjetra, ku të qysh në fund edhe ai vetë di që nuk është ashtu. Çfarë do të themi me këtë? Dojmë me thonë se kohën cilën jemi na, jemi në kohën të ekstremit më të madh mundshëm të mos interesimit me ditë. Anën tjetër jemi në kohën që është interesimi maksimal me ditë çka po ndodh. Me u përcjell lajmet, me u përcjell informatat, pra informata me miliona, dituni zero. Qysh ke mundësi me ditë neve, me qitë në praktikë ose me qitë peshore në gjithsesi peshorën tonë, me vendosën me ditën e ku jo mund, pse po kemi shumë ambicie, lajmet mi përcjell, dërsa nëse i thu veti mësaj bre një ajet ose një hadith shqip lexoje. Mësaj çka po do me thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, hulumta kuptimet e atij hadithi, i duket e parëndësishme. Pse po duket e parëndësishme? Pse Kur'anin me lexu ose me mësu ose shkruar me pse janë të parëndësishme? Pyetje. Një prej përgjigjeve është fakti se shumica e njerëzve nuk po interesohen për Kur'an. Shumica e njerëzve nuk po interesohen për hadith. Nëse marrim vënë ku jetojmë na, 99% e njerëzve nuk interesohen për atë punë. E ku me gjeti ambicien me u interesu për te? E para, e dyta, është bo pjesë e njerit, është pjek tek njerit. Një fenomen që na duhet me u interesu veç atë që kemi fitim. Nëse ky fitim, ky përparim është i vonum, hiç nuk na duhet interesant. Sikur se s'na duhet interesant ndëshkimi i Zotit i cili është i vonum. Pra, i marrë krahasime. Nëse Allah i madhrum na kish bë urdhën, edhe na kish bë praktik. Në momentin që mëson një ajet, ti e mush me energji një javë ditë ti je i palodhshëm. Vjen fuqia, vjen energjia fizike. Tonë e shpërfusoj ka ajet. Se fuqia po na vjen. Në momentin që Zoti i madhrum na kish bë e ke bë këtë gjëna, me njëherë ta humb apetitin e ushqimit. Çdo kush për neve kishit për gjënoj sepse po vjen dëshkimi. Në momentin që Zoti i madhrum ka bën ligj me u vanu shpërblimi, me u vanu dëshkimi, muslimoni i këtij zamani kësaj kohe është pak interesant. Por derisa në jetën e përditshme po shkon punë po punon pe me rrogën. Kjo po është e menjëhershme.
me atë rrugë për shtyn deri në rrugën tjetër ose ditë në vazhdim. E mirë, që kjo është mu dallimi mes asaj që flasim në dituni dhe dallimi mes asaj që është jetë e përditshme. Muslimani si musliman, e ka mësu Zoti këtë musliman, e ka mësu pejgamberi alayhi salatu wasallam, ana ka obligu Zoti neve me jetu si këtë njerëzit tjerë. Por se Allah i madhru tha për ata që se njohin Zotin dhe pa besimtar, tha leja ata le të hanë dhe le të pinë, sikur se kafshë që hanë dhe pinë, po përfundimi do të vjen i rëndë. Ky është mentaliteti, Allah na tregon mentalitetin e kujt? E një kategorie të njerëzve. Tani na si musliman, nëse e qesmi në praktik për ditshmërinë tonë, çka kem dallim na peshë tyne? Këta pej mëngjes deri mbrëmje i rrin gati punës praktike, punës së dunjas strikt. Musliman jemi bërë kështu, sepse ligji s'po ta lejon ndryshe. A jemi bërë njëjtë? Kohën e lirë, aja shfrytëzon me pushu, me qysh televizor, me qysh një ndeshje futbollit. Nëse shikon muslimanin e sotit, çka bën? Të njëjtën praktikë. Me pastaj, ku është dallimi? E kem kufizu dallimin vetëm në namaz që falim, i cili është pe veprave më madhështore, është shtyllë e fesë, s'ka pikë dyshimi. E namaz, do shkon ti si familje muslimane përpara kuptimin e përditshmërisë të jetës. Namazi është adhurimi i kufizuar. Është adhurimi më të mëdha mes teje dhe Zotit. Mirë po, për me pas përparim edukativ, do shme pas dituni. Sepse Allah i madhruar pse folte namaz nuk ta edukon as e vladin pas ty. Se ka bërë ligj me marr hapat e kujt? E edukimit. Për ata ulemoja çuçi e kanë bërë titullin etika, rregullat e kërkimit të ditunisë, sepse edhe ditunia nuk vjen çështë dushti. Ditunia që është e sharume në libra nuk vjen çështë dushti. Andaj keni hymje që njeriu me e përsërit veten, me trokit veten, ku jem na si musliman në lidhje me atë që Zoti na ka thujt ummeti i leximit, ummeti i ditunisë. So jem na si individ, sepse kur përmendëm sinqeritetin që folëm gjëra gjatë herën e kaluar, kemi përmendur ato 4 shkallë që njeriu me këto 4 shkallë e ndërton sinqeritetin. E para, me marr dituni që Zoti me kondi kënaqur dhe me ta jap shpërblimin. Çfarë bën kjo? Kjo i bën që këtë kapitull ditunisë neve i kemi 2 ajete dhe i kemi 10 ose 15 hadithe. Çito hadithe me i lexu. A din muslimani që çto hadithe me i lexu shqip ka shpërblim ta. Por dallim që lajmet me i lexu, se çka ka ndodhur politikë të na, nuk ka shpërblim, përveç nëse ka ndonjë gjëna. Her pas her, sepse është e kot. A shikën ndjenja që njeriu kur e merr një libër të fesë me konsideru që shikemi që te kemi dhurat pe pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse kjo libër i përmon 1009 hadithe. Çai bën 1009 hadithe? Ta rregullon këtë jetën. Me i lexu me ndjenjen se pejgamberi Zotit po të fol ty direkt, sepse ai ka fol për ty për mua. Plus kësaj shpërblimi është i madh dhe kënaqësia e Zotit është e madhe. Por deri sot ti mund të lexu me 10 vepra tjera nuk i kiçi tretman, nuk i kiçi shpërblim. Kjo ka qenë e para. E dyta, me mësu dituni, sepse kjo dituni bën me hyrjen në xhenet. Sepse Resulullah i tha, rruga më e shpejtë e xhenetit është kush? Është ditunia. Sepse pa dituni edhe adhurimin që e bën, sa për njerëz bojnë adhurim sot. A diti që në botë sot ka musliman që bojnë adhurim me 10 fishin ma shumë se sot e dhonë. Kjo nuk është çudia. Por çudia ku është? Se shumë prej adhurimeve janë peng e pranueshmëria i pranon Zoti ajo, si tona, si tatina, sepse a janë ndërtuar me mbi qartësi dhe dituni. Ka shumë prej njerëzve që edhe ju kanë pyetur, ju kanë treguar, kanë pyetur edhe mua, namazi të spive për shembull. Namazi gat është ai. Namazi të spive është namazi gat. Pse ka interes filoni e fisteku me boni namaz të spive që pejgamberi Zotit s'e ka bërë? Sepse i doket të thjesht, i doket të lehtë, sepse don adhurim. Mirë po, mi thon atij, lexoj 5 ajete, përsëritë kur vallojnë 3 herë, ose lexoj disa hadithe, e ka më të vështirë. Pse është më të vështirë?
sepse është një thonje pejgamberit alayhi salatu wasalam që është e dobësume, nuk është e sigurt që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam që një ditoni dhe një dietar ose një hadith ose një ajet ka peshën sa 1000 adhurime. Sepse me ditoni ti je i qartësuar edhe je i sigurt që ta e pranon Zoti kështu. Ndërsa shpesh njeriu bën vepra që nuk e din ai pranon ajo sepse nuk e ka ditonin për atë çështje. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam se ditonia është dritë. Pra të bën dritë në atë që ti e punon. Pse reflektori të bën dritë në atë që njeriu e punon. Dhe e dyta, e treta, me marr ditonin, që këtë ditoni me ta largu atë që ti s'e din. Dhe ka dorë Zoti që këtë ditoni ka bërë çast thjesht, çast bukur, sosi nuk ti nzan folderat e trunit hiç. Ti mundesh njëjtën kohë dhe njëjtën ditë me mësu me 10 shkencë, po njëjtën kohë me mësu ditonin shariatike sepse kjo nuk zavën, sepse kjo është më njëherë praktike në momentin që e bën, kjo mbetet. Nuk harrohet, është sikur zanati. Dhe katërta me ja hjep pa ditonin dhe ignorancën rrethit ose atyre që ti je me ta. Andaj ulemat thonë, ditonia ka peshë të madhe të jashtëzakonshme sepse ditonia ta shehojnë edhe ai tjetri edhe krejt ata të tjerë. Madje edhe kafshë dhe shpenst. E nuk ka adhurim që ja ta sheh dikush hajrin ty me atë adhurim, sikurse me ditoni. Andaj ka thonë ditonia është më e madhe se sa krejt adhurime të tjera. Sepse ti bën hajër veti, po i bën dritë, hajër edhe tjetrit. Ti namazin e bën, i bën hajër veti shumë, po ai tjetri nuk fiton pe namazit tonë. A kemi të qartë? Po ai tjetri fiton pe Kur'anit tonë sepse është dituni. Ai tjetri fiton pe hadithit tonë sepse është dituni. Ai tjetri fiton pe praktikës sepse kur të shef që je praktikues, të shef që je i lumtur të bën lakmi. E sa njerëzit udhëzohen pse kanë po dikën. E ka po dikën ornek dhe ka thonë që ky njeri e ka një sekret. Pse vëlla ky nuk di kur më mërzit, as nuk di kur më u shqetësu, as nuk di kur më dal jashtë normave njerëzore, më u nervozu. Po e mon veten është i qetë. Pse? Ky ka një sekret. Sa kur të vet këto, pse ka sekretin tregon thotë sekreti është se çdo sa që ndodh këtë botë është nën kompetencat e Zotit. Është nën mbikëqyrjen e Zotit. S'ka mundësi më ndodh çashtu. Fauda thonë. Pra spontanisht. Dhe çdo sen që ndodh me izën e Zotit dhe kaderin e Zotit dhe ka urtësi atë. E jam jashtë me gjetë urtësinë. E jo më nervozu sepse në moment që nervozosh e hub urtësinë. Nuk e gjen urtësinë. Mjafton çyky edep, mjafton çyky shkak që njerëzit që kuptojnë mirë dhe e dinë çka është jeta e rromë, e dinë çka është jeta e pamshirshme, që kjo bëhet shkak që me udhëz në dritë në shkëndije dritës zemër që me të vërtetë që ky sheriat që ta musliman që pas kanë qenë etik, që pas kanë qenë sjellje, ta pas kanë diçka që i mungon njerëzimit sot. Po fatkeqësia ku është që neve po na mungon shpesh herë. Andaj autori ka përmbledh disa prej thonjeve që neve më na e shishmu këtë ditoni, me e lyp këtë ditoni. Pse se këtë është hajri edhe i dunjos edhe ahiretit, që këtë është mirësia që njëri e lyp. Atesh ati e lyp e kishtë. Këta mësan, edhe qysh me usil me punën, edhe qysh me kon halal në punë, edhe qysh mos me kon i devijum, edhe qysh mos me kon mashtrus, e has vjedhës, e kështu me Allah, që këtë ditoni? Sot në botë, pa në këtë pyetje kujtush, pa në pyetjen vetë. Sot njerëzit mos me pas besim, mos me pas frikë Zotit gjësisë. So e shkon shtimi i hajris, so e shkon shtimi i vrasjes. Nëse njeriu nuk e ka frikën që ka më u përgjigj një ditë për këtë që e bën. Pse nalen sa njerëzit për vrasjes? Shumë njerëz thonë nalen për kanunit, po kanuni është jashtëzakonisht i dobët. Na e dimi tonë që në praktikën tonë, që të historikun e Evropës ka njerëz që bën vjedhje ose bën vrasje sepse thotë më rrokni deri në 5-6 vjet, 7-8 vjet, nuk bëhet më. Ndërsa muslimani edhe një numër i madh i njerëzve në botë nalen se e din që me e shpagu. Hajnin kime shpagu, që se shpagun këtë botë kime shpagu në vërë dhe botën tjetër. Mërë edhe komunën që e vjedh, mërë edhe pabesimtarin që e vjedh, kime e shpagu. Se s'është malli jotë. E këta ta mësën shëriati. Me këta të bindë shëriati. Sepse është i dalim tani, me ditë, se shumica e muslimanëve din që është halal dhe haram. Mirë po me u bindë që nuk banë.
E që të bindje nuk mundesh me ngrit vetëm me një llaf ose me ditën, po duhesh me përpjekje, mundim, me vazhdueshmëri. Andaj ulemat kanë shtu ndaj këtyne edheve, kanë shtu edhe disa edheve prej tyne që e kanë përmend, e që është shumë interes është bile kanë ngrit për të parave, ta'dhimul ilmi wa ahlihi, me e respektu, mrena klapa me e madhënu ditunin, po edhe ata që e bartin ditunin. Qa i ben kje? Kjo i bije që qitë dituni për cilën po flasëm, qitë dituni që te din që është me vlerë, me di që është për i Zotit tanë, edhe me di që qitë dituni nuk e qëmën as gjonë këtë botë Zotit sa qëmën qitë dituni. Sa që njerëzit kalume, edhe tashme, kur kanë dorë një Kur'an ose kanë dorë një hadith, e marrin me kujdes dhe e shojnë me kujdes dhe përdorin me kujdes dhe e lexojnë me koncentrim më të madh. Këto hadith që na hadithe po i lexojmë. Kur ka shkruar Imam Maliku me pyet, dietori i kohës, i cili ka qenë një prej qindra ulemave të atij zamani dhe të Medinës. Njerëz mendojnë që kundi vetmi, sepse e ndëgjojnë shpesh Imam Maliku. Faktikisht ai ka qenë një prej 200-300 ulemave që kanë atë. Po i ka do lënë dhe ka ndosh me pyet. Sa çka është ajo që ju po vetni, thot më na kallzu, fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ka qenë interesuar me ndëgju, ka 10, ka 100, ka 200 hadithe më mësu për mash edhe më shku. Sa çka lejon tek mezhlise dhe pritni. Ka hyrë të është pastru, i ka vendos teshat e veçanta që i ka posë për hadith, edhe parfumin e veçantë që ka posë për hadith dhe ka fillu ka tani flasu për hadith. Sepse nuk rrogët logjika me fol. Fjalët e njërit më të mirë të njerëzimit ulun rrat, shtrehesh, e ndëgjon, pa koncentrim, vjen telefoni e nal, e këshyr, lëviz, hindikosh, nalesh të habit të këshyr, si ke hytbe, si ke dërë, pse? Imam Malik do të kjo është fjale kujt. Kjo është fjale pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pejgamberi jonë së të është njeriu, ma i mirë që ka shkel mbi tokë. Fjala e tij është fjala më saktë njerëzore që është thonë. Sa të nuk është respekt me thonë fjallën e ti që shdush. Me ndëgju fjallën e ti që shdush. Kjo ka pesh. Kjo ka pozit për ata lemoja pej edebeve të para kanë qitë. Me ja dit pesh në kësoj fjallë. Me ja dit pesh në kësoj vlerë në kësoj fjallë ose këti libre. Imam Ahmedi thot, transmetohet e shën një person të merr librën, mas e kryu thot e lëshan. Thot që shtu thot jem suti. Dhe kjo thot është respekti që ti e ki për atë që gjinin liber. Me marrë dhe me shukshtu. Sepse nuk ka qenë njotën të ta. Te këta ka qenë njotën kër e merë librin me hadith ose librin me mësime fetare, thot e ka ko për qafe, e ka vendosë në gjëks, e ka ledzu, e ka qirë me kujdesin më të madh, e ka vendosë me kujdesin më të madh. Pse? Se kjo që gjinet këto është diçka jo toksore, është jo njerëzore. Kjo është diçka e mrekullueshme. Sepse nuk ka lëshimte, nuk ka gabimte. Për këtë arsye, ti e ke ndëgjuar me 10 herë, ka shku njëri te një dietar, i ka kaluar ashta 1000 kilometra, 1000 kilometra s'u ka duk llafa e punë. Për një thoni, për një hadith. Por shkruat Imam Ahmedi dhe Imam Buhariu kur i kanë përshu kilometrat e tyne, i ka rasti kur më usil ka 3 herë tokës. Me çka ka ecaj? Me atë kafshën që ka pas, ka herë edhe në kam, ka herë dikush i ka ndihmu me kafshët atë herët, me që kaq. Neve nuk jem gjendje me kërë me ba një herë tokës rotullim, për çka? Për me morë ditunin, për me ble librin. Nuk e bojmë që sa doket interesant. Sa shkojmë na në vend lindje ose në Kosovë, sa shkojmë? Por vjetë, ka 2 vjetë. Sa herë bart mi libra me pru, kur, sa doket interesant. Po gjënjoni për neve i do këtë interesant, nëse del një lajmë interesant, ose nëse del një muze diçka, ose del një thonje, kish pa qenë një historian, ose një adhëtar. O do këtë interesant. Edhe shumë për njerëz i bojnë edhe këto vizita. Detit ndryshum, të muzeu ndryshum, të një arkitekturë të saktume, bojnë këto vizita. Na s'po thëmë që janë haram, ama na po thëmë se pse pi bojmë këto, ose pi bojmë këto. Pse po shpenzojmë sadaka ndryshme, sadaka ndryshme japina. Po mas pak të japi sadaka për dituni. Kjo është fakt.
Jo që pëthojmë na për ty e për mu, po kërë fakt në globalitet muslimanëve. Qëri panajirat e muslimanëve, so vetë e vizitojnë. Qëre panajirat e muslimanëve, librave të islamit në suedisht, edhe gjë tjera në suedi, që shumë prej neve mi vetë, a din që ka panajir edhe evropian, po edhe brenda shtetit suedez, nashta se ndryshme herë. Kjo është pra një pjesë shumë e vogël, e një pjesë shumë të madhe që ulemaja kanë pasur si respekt për ditunin. Po gjithashtu ka thonë respekt edhe për ato që e ka ditunin. Kur njerëzit kohën e sahabëve dhe matutje deri tek ulemat sot bashkëkohor, kur ka pas mezhles dhe ka pas ders, ka qenë pa diskutueshme. Koncentrimi, ulja, qëndrimi, mos angazhimi diçka tjetër. So që ka hadith që është transmetu, thot e kom dëgjuar, thot hoxhën tanë që më ka kallëzuar dhe unë kom te dera. Pse te dera tha s'm ka përjashtu. Pse ka përjashtu për mezhlisi? Se tha unë al një zog në murin e xhamisë, sepse ka qenë pa kullu. Tha me ta të këshy. Sepse ata e kanë ditë se nuk ka mundësi që kjo dituni me qëndru të ti. As me e borti, as me e praktiku ti, kur nuk ja ke dhonë vlerën. Nuk ja ke dhonë pozitën. Na çdo njëri për neve ankohemi në harres, çdo njëri për neve ankohemi në problem me mësu. Realisht, problemi me mësu ekziston. Po shkaku i memorjes, po shkaku i vlerës së ditunisë, respekti që ja dhomi ditunisë dhe interesimi që ki. Sepse Imam Buhariu ka qitë një titull librin e vetë, që sahabët kanë qenë me ka 50 vjet, me ka 60 vjet e ka mësu Kur'anin, e ka mësu hadithin. Ai që ka pos mbamendjen më të vogël ka thon shkruam dhe ka shkruar. E kanë vetë pejgamberi alayhis salatu wasallam, a më shkruaj dhe i ka leju. Kjo është një përgjigje që njerëzit kohën e pejgamberit alayhis salatu wasallam kanë shkruar hadithe. S'është e vërtetë që janë mojt me këtë përmendsh. Si thonë disa qysh janë mojt me këtë përmendsh, janë deviju. Janë gjetë me qindra shkrime. Që i kanë shkruar atë që ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, që kanë shkruar Kur'anin. Pra, interesimi e bën njeriu me gjithë formën, edhe interesimi e bën që me dash këtë fjalë dhe kur e merr këtë fjalë e praktikon pa të lashë. Me pastaj ka përmend prej edhjeve që me pas vazhdueshmëri jo nguti. Kjo është një problem gigant i neve si musliman. Sa musliman sot i kanë botë që në kushte ose në moshë për i moshave ti të caktume, shumë ka vëllet në mësu. Edhe është gjendje me në gjamit gjysmën e ditës së të ditën, si të bëhet një muaj ose një vjet, shkon të ra. Kjo është normale, sepse në realitet pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë dhe problem herë kaluar që ka motiv, ka ambicie, ngritje, po ka dhe rrëmje. Ka ngritje, po ka dhe rrëmje. Mirë, po problemi ku është? Se këti do është mi kallëzu që ditunia për shkak të peshës madhe që ka dhe vlerën që ka dhe shpërblimin që ka është prej gjërave të rënda. Prandaj baraz vlerësohet me xhenet. S'ka diçka që baraz vlerësohet me xhenet përveç ditunisë. Po qysh është vështirë me hyrë në xhenet, është vështirë me marr ditunin, andaj kanë thonë mos e merrni ditunin për një herë, mos u mundo me mësu ditunin për një javë, për një muaj se s'munesh. Po bëre program të jetës, të një jetë me kon hulumtues pak nga pak. A me mbamendje, me hifz, a me shkrim, a me përsëritje në vazhdimshmëri. Sepse qësisaj ti je në rrugën e xhenetit. Kish dit alayhi salatu wasalam e na thotë, kryeni një kurs, një vjeçar edhe fitoni xhenetin. Po nuk ka dituni që kryet për një vjet. Madje, çu ka thënë Imam Shafiu, ditunia ka thënë ka 3 shuklaka. Që kemë thonë neve? Quhen do? 3 pëllom. Ka thonë ai që e merr pëllomën e parë. Bëhet me në malli, duke që ketë piti. Se i ka mësu që do të përditshme. Tu i mu hëzëllar fjallë të njëta, përditshme. Thot ai që e merr pëllomën e dytë. Thot ai fillon me një erën ditunis, thot gjos po di. Se veç se ka hyje, e shes që për Zotin e madh, me na gjyku Zotin, bas të asoj që na pja bojmë hizmetin ditunis, na se meritojmë as të dera xhenetit me një erë. Se bashkësim kërku hiq.
thot kur te merr tretën, që ka vazhdu, ka bo durim, thot arrin me kuptu që diçka ka mësu, po duhet vazhdu se është halala. Andaj njeriu me këto 3 pllom e sheh veten sa është arrogant. Sot me bo një anketim. Te të ditë e muslimanve. Si këtu si jashtë. Edhe me i bo pyetjen se çka ka ki nevojë ti me mësu pej shariatit. Përgjigja del kur gjohesh. Pse del përgjigja që s'ka nevojë? Sepse thotë unë abdes di me marr. Namaz di me fal, me agjeru po di, nëse del ndaj problem, ndaj komplikacion e pys dikon, edhe që kaq. Sepse kjo ka marrë vesh që ditunia është kaq. A nuk është që kë, qaj personi që po thotë Imam Shafia që i duke që ti krejt, se kjo thotë s'kam qa me shtu mo. Realitet, këto që ka këj ka mësu, nuk është bashkë dituri. Kjo është një praktike adhurime që mësën radites. Qysh mu fal njeri mësot radites. Shikon e dallimin që ka bo pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kur ju ka spjegu sahabët si me vepru, ju ka fol. Edhe ju ka kallëzu praktikisht, edhe e kanë përcjell. Pra 3 shkallë. Kur von pyetjet e namazit, kur von pyetjet e haxhit, kur von pyetjet e agjerimit, nuk ju ka kallëzu çish mu fal. Ka thonë këshirëm një mu, ka fillu mu fal, ka hyp në hytbe, qysh ka qenë hytbe. Kur ka orë të sejgja ka ra në sejgje dhe donë, poshtë hytbes, dhe është grit hytbe apet. Pse? Sepse do me të kallëzu që për me u fal, o qashtë thjesht, sa që s'ka nevoj me hi ato detajet. Ato detajet hen ai cili do mu bota shumë mësus i tjetërit. Dhe pëse si hoq. Ai kushti 4, aja pika 4 e sinceritetit. Me hjek ignorancën tonë, po me hjek edhe diku ignorancën. Pra shife dallimin. Kur ka shku në Haxh alayhi salatu wasalam ka thonë ojo njerëz, këshirumni qysh me bëj haxhin edhe merrni mësimet se nuk dia bëj haxh më. Pse s'ju ka kallëzu o vllazën haxhi bëhet kështu dhe haxhi bëhet ashtu? Pse? Në një malet, në ndë është e thjesht. Amo, kjo është i njëjti pejgamber alayhi salatu wasalam që ju ka folë për ditunin gjëre gjatë. E çka ka ditunia pra? Ditunia është me ju qasë Kur'anit Zotit fjales ti që ta ka shpallë. Qysh arsetohet njeriu, se qysh mundet besimtari me arsetu. Fal namaz 40 vjet, jeton 50 vjet, jeton 60 vjet, jeton 80 vjet. Edhe vdes njët vet se ka qenë Kur'anin e Zotit me lexu çashtu që Zoti ka zbrit, çashtu që Zoti ka fal. Ka fol. Qysh ka mundsi? Qysh është e mundur? Ty me babakia dikush me ta shkruani letër interesante. Hes po thoi ndaj kryetar, ndaj biznesmen, ndaj milioner, ndaj artist, ndaj futbollist. Po një njeri thjesht ti e merr ChatGPT-n edhe e përkthen. Edhe do të më lexosh atë thon. Me babakia me kon shkrimi ose libra diçka fantastike, konirin boca. Edhe dihet me anën mbi anën. Jo një po me 10, që e ka mësu gjuhën ruse veç me e lexu Dostojevski. A di këtë punë? Dostojevski letrar, shkrimtar, vepra ti me 10 ki përkthym edhe shqip, edhe suedisht, sepse ai ka fol, unë që ka fol për logjikën, ka fol për emocionet, ka fol për trunin, për psikologji. Ka njeri që deklaron vet, edhe jo me një, po me 10, djemë të ri thot, e ku mësu gjuhën, veç pej pasionit që ku pas me kuptu qysh ai e ka shkru, kupte e shprehjen. Se librat e ti janë të përkthyme, po në kum dosh me lexu në gjuhën që ai e ka shkru. Tësa muslimani sot nuk ka vullnet, nuk ka ambicje me e mësu, jo gjuhën arabe, po veç shkronjat me e shqiptu elhamdulillah rabbil alamin që Zoti ka shqiptu. Pse përmena këta? Por shumë arsye, por një prej tyre që kanë vazhdimsi e kësaj është se i kem përzi gjonat. Neve na doke dituni me mësu abdesin dhe me mësu namazin, që nuk mohohem që është me rëndësi. Kjo shumë censore. Po ditunin që për ta lypë, Zoti i gjallësisë, ignorancën cilën do të me largu që për pejgamberi njerëzis, është ignoranca mbi njohjen e Zotit, mbi njohjen e librit Zotit, mbi njohjen e fjalës pejgamberit alayhi salatu wasalam. Me pastaj shtoti pe zanotit të shtëpi ditunisë dhe pe kësaj bote sa dush. Dhe ne kategori të këtyne hadithi kanë grumbullu. Prej tyne kanë përmend
hadithet që pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka kërcënu që me ju qasë qësoj ditunie për me në malsi ose për që e fasi. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, kush e mëson një dije, pra atë Kur'anit dhe Sunetit, dhe me të cilën synon, me të cilën dituni synohet ftyra e Zotit, kënaqësia e Zotit, mirë po këtë që e mëson por me arrit diçka për kësaj bote. A ka kësi raste? I duhet njeriu një vend, një pozit, një sekretariat, një kryetarllëk, i duhet me mësu një pjesë të pjesë dhe mëson, ose duhet më bohosh për me nëzon një pozit dhe mëson. Pra, shefe rënditjen, pejgamberi alayhi salatu wasallam po thotë, ai i cili e mëson një dituni, që kjo dituni është për shka? Për me fitu ftyrën e Zotit, kënaqësinë e Zotit. Dituni është për çata. Nuk është ditunia me fitu një rrogë, por kjo dituni është për botën tjetër. Ai që mëson këtë dituni për këtë botë, pra ja mundohet me kthy synimin kënej, se s'ka me një erë në xhenetit. S'ka me një erë në xhenetit. Pse ka krahasu me erën në xhenetit? Sepse ai i cili mëson që dituni, për çka është bë kjo dituni, pra për me fitu kënaqësinë e Zotit, ai ka erën në xhenetit. Dhe ai ka erën në xhenetit. Por prapa alayhi salatu wasallam e krahason ditunin dhe xhenetin, si shpërblem. Thot Mujahidi, nuk mund ta mësoj dijen ai që ka turp dhe as ai që është më në madh. Thot Aisha radhiyallahu anha, gratë e ensarve, venalive të Medinës. Venalive ju ka thonë ensar. Ata që kanë ardhur prej Mekës, Medinë ju ka thonë muhaxhir. Aisha radhiyallahu anha po thot, sot mira thot janë gratë e ensarve që si kanë ndalu thot marrja me vetë, gjithçka kanë vetë. Por punë që i interesoi grave në aspektin fetar. Dhe këto dy thoni për mënyrë ulemoja, për mënyrë edhe një mirësi dhe një etik. Çfarë është ai etik? Njeriu duhet me qenë turpshëm, njeriu duhet me qenë marrësh. Ai që s'ka marrë, ai që s'ka perde që kanë tani, ai ka problem të madh në islamin e tij, muslimanllahun e tij. Po në këtë çështje nuk duhet me pas marrë. Cila është çështje? Me nxon dituni ku do të çështën më shumë me vetë. O interesu. Sepse nëse ki torp edhe marrë me pyet ose me fol ose me thon, mos të foljo nëse nashta që pyetje që pe bëjën e keshën tjerë. Kjo është turpit, nalë për pyetjes, nalë për interesimit. Ose ai tjetri thot, valla më shahon xhami po pesha gjithkohë në s'po më i vi. Po kush mundet me kom? Kush je ti? Që xhamia po dash ka mos zbraz për ty. Kjo është ai turpi me namazis. Andaj thot Mujahidi, s'ka me mësua njeriu i cili ka turp me vete me mësu dhe i cili ka me namasi. Nuk vijo në këtë ders, ose nuk e mësojnë në atë ders, ose që e kemi këtë përditshmërinë, nuk e mësoj. Pse unë me u fal arabisht? Pse unë me thirrë zonin arabisht? Po kjo është dituni. Nuk e dunë një dije që është arabisht, unë e du shqip. Po mirë, çka ke qenë drejtë me këtë gjuhën shqipe që po e adhon ka shumë. So vepra ku i ka lezu, ose so vepra i ka shkruar, ose çfarë hojria ka po dikush, do zakonisht i kije gurbeçart e shkret që e boj këtë farë debat. Çka kanë qenë hajra dhe ndrit gurbeçart me gjuhën shqipe? Ku i kisa fëmijë e muslimanëve? Ku i kisa fëmijë e shqiptarëve në gurbet? Me gjuhën shqipe, me leximin shqip. Merre këtë libër që është shqip, është e shkruar në një kontekst edhe ose në një formë të përditshmërisë së fjalëve. Nuk është e stilit nalt. Le të lexon djali yt, e djali jam, e fëmijë yt, e fëmia jam, çfarë sopë merr vesh. Se me lexon se në shkollat latine njëjtë. Dhe bëni këtë anketim të krejt shqiptarët në gurbet, në Evropë. Ku është ai rezultat që na po e ngritmi kaq shumë? Që neve po na pengoj kam mësuar do fjalë arabe, shariatike, e ti mësojnë shqip. Po kapaciteti jote vëlla 90.000 bos është kapaciteti me mësu edhe elhamdulillah rabbil alamin, edhe me mësu e gjuhën shqipe dyjat. Pse dyjat vëlla çka të kesh këtu? Pra turpi edhe me në mallësia. Me në mallësia nuk lën, sepse duhet e nënçmume një gjuhë tjetër, duhet veç gjuha jote. Thotë që e kërkush në botë duke ka këtë standard. Besoni në Zot. Shumica e popujve në botë duke kanë këtë hall. Se kanë këtë hall vëlla. Se ata e dinë çka është ditunia, e dinë çka është gjuha, nuk e kanë këtë hall. E rëndësishme është me avancu me mësu.
Këtë në veç dëshemuj prej asoj shka quhet turp edhe me namazit. Sufjani ibn Uyeyne na përmend një kronologji thjesht, shumë të thjesht, po përfituese. Thot krejt na që kemi mësu, masi që po dëni me di që kemi arrit, ose që duhet me mësu. Thot mas pare, thot, ditunia mësohet duke ndëgju, me pastaj duke kuptu, me pastaj duke enzon për mensh, ose duke mojnë men, e me pastaj duke punu me te, e me pastaj duke shpërndoh. Këto 5 shkallë, 6 shkallë, janë shumë thjeshta. Ti e dhonë për çdo ditë i bojnë. Ti e dhonë për çdo ditë i bojnë qëta. Për çdo ditë dëgjojmë lajme. Për çdo ditë munohemi mojnë men çka tha. Zotën ta na ka bë truni, nasi se vetë e mon, vetë bë kopje. Se e don kur folën për mallnimin e respektimit ditunis, kur e don një diçka ja mbetet. A është fakt? Kur e don një diçka mbetet. Pra e ndëgjoj ose e lexoj, me pastaj e nxomi për mensh, me pastaj munohum që është që na duket e mirë me praktiku. Shembull ti për ditë ndëgjon kurse ndryshme, qysh me bë ushtrimet fizike. Ha? Si të hapsh cilin do kanal të internetit, ki njerëz që të mësojnë mos e ha këtë ushqim, moje këtë dietë, rruju këtij ushqimi, bëni këtë ushtrim, bëni këtë ecje. Gjatë ecjes vra pa pak me tempo të shpejt tani nalo se kështu e krijon këtë hormon ose atë hormon. Këto skema iki. Njerëzit këti mojnë mend. Sepse don me pas një shëndet. Ta me pas shëndetin. Pra e ndëgjon, e kupton, e mon mend ose e shkruan, fund e praktikon. Fund e i thot tjetër që vëlla jam se është një praktikë shumë fantastike. E pse qito nuk me bën me ajetin ose me hadithin ose me hajrin, me të mirën që e merr vesh ti pe ajetit e hadithit. Se bojmë se ka njëherë për na vjen marrë, përdolem për i xhamisë ose kemi ndikon me i kallëzu se dyqysh është kriju një bot kuptim këtë dy javë, këtë zamonin tonë. Nuk po kemi që kam ju kallëzu diçka që është që ata se kanë dëgju se që do këtë interesant. E unë menaj që ke përshtypje ko pak saktësi. Shambo na që po mësojmë sot, po mësojmë do gjona bazike. Ti me shku një kafe me a thonë të kujtë atja, prep ose këto i din. Tash ti po t'jem pak si marrës, s'po kisha me kallëzu diçka interesant. Po ku është problemi këtu? Problemi është që as hoxha jo s'po mundet me shpjegu ty më shumë se sa harena me klas parë, klas dytë. Sepse ka në këto hadithe dhe në këto tregime, ka ërnek edhe mësim edhe meditim që ti para një profesori në një nej ose në një të po me kisha mi kallëzu, edhe jale syqirë. Po halli është që s'po mundu me hi atje hiq. Halli është që s'po mundu me hi matutje. Sepse niveli jo si musliman, niveli jo si gjenerate e reje, sepse dhim tash e gjenerate e reje gjithë, kemi met hala tek temat e një praktike qysh me përmirësu hala namazin, qysh me përmirësu hala abdesin, ato kemi met. Kurse ti me një javë, me 2 javë, ti mëne përvesen atë, të mënyrë të mrekullueshme dhe kalan në sistemin manalt, në shkallën manalt, në shkollën manalt. Ande kjo është një prej brengave që ulemoja ka që thjesht ne kanë kallëzu se ndryshe s'bën. Me pastaj pe edheve që kanë përmend, është fjala që dituria nuk arrihet me të mësu me 2 ose 3 hadith ose nuk merret për një herë. Kësaj shumë i kanë kushtuar vëmendje ulemoja. Na përmendun pak a shumë. Mi kallëzu veti që pa marrë parasysh ka punon ti 8 orë ditje, punon një zanatin tënd. Merra shembull se ndosh punë fizike ndërtim. Po bënja veti që ka bo Omeri radiallahu anhu. Në mbromje e kom një orë të ditunis, e kom një orë të dersit. Ka ders shkoj e marrë live, sepse dersi live është ndrysh. Nuk të barazohet me 10 një ngjëzim. Kur s'ka mujt me shkuj, ka thonë ati, ku i shiz vetë. Shkën gëja pejgamberin edhe hate kalzam, se nuk po muj me shku sot. Kur ka shku kë, orë ka kalzu. Pse? Mos të mik dersi mu. Mos të mik mësimi mu, sepse nëse më ik një halk, unë e kam me të mrapa. E me pasaj po bimi qatë degadencë, po bimi qatë pesimizmin, që nashta me të vetë, që Sovjet i prezentat derse, thu valla se nja 20 vjetë po. A realisht me ti mledh derset nuk dalin as për 2 vjetë, sepse ki pos mungesa shumë. Kur po ki mungesa nders, edhe nuk po i shkruan, edhe nuk po i mojmë i men, edhe s'pi praktikojmë, kur bohen 10 vjetë, që të derset bohen monoton. Edhe monën me që të fjallë. Pyet në Kosovë, që i kom pyet edhe në vetë.
Xhamati që janë pe mas luftës në për dersën sot nuk shkojnë derse. Pse nuk shkojnë derse? Hoxhallar për ai përsëritin derset. Kështu ka thonë mua. Nëse shtin me t'i shku 3-4 fjalë për çfarë dersin e përsëritun, sot t'i bën as 2 fjalë, po sot kemë me interes çka? Xhamati është molis, është lodh, është në rrugë pesimizëm pe derseve të njëjta. Për Zotin e Madh dhe Hoxhallar në molis për shtynë dersa. Për kur të halli? Halli është që s'po mundesh me dalë në klasën e tretë, por pa kry klasën e dytë. Andaj duhet, sikur se ti në punën tonë, vëlla, kur don me avancu ti kemi kry një ytbillning, kemi avancu diçka. Po dhe këtë, vëlla, avanca se kur gjost pengon punën, ti punën ditore kemi bë. Në ders e ki njop, në hutbë ki njop, boj 2. Kur gjost morin në vakt, as nuk të morin ngarkesë në trua, shumë e thjeshtë. Po kështu e bën hajrin e madh sepse ti e avancon shoqërinë. E avancon edhe hoxhën, e bën të lash edhe hoxhën mi përsërit. Edhe kështu avancohet mileti. Dhe këta ka thonë ulemaja që mos e merr me hujum këtë punë, mi marr këtë për jashtë smunësh, po dal nga dal me sabër. Kjo është sikur njeriu me hamur ushqive të rona, do ndurim, sikur me ec në thera që thënë. Mirë po hajri është i madh, sepse qelsi i shoqënisë është mund dituni s'ka dikon tjetër. Prej edebeve që i kam përmend gjithashtu është se ka thonë Omeri radhiyallahu anhu, sa ne këtë dituni para se me u bë dikush. Sa ne këtë dituni, por rri gati si fëmijë, se ti kur bëhesh i Zotin zanatin ta, bëhesh jurist, bëhesh mësues, bëhesh inxhinier, bëhesh arkitekt, ti mos ke me pas kohë mësu. Ose këmë të minimizu koha. Andaj çka me bë? Mëso prej momentit që t'ja nish me ditë. Mëso rri gati. Tani, kur arrin ti nivelin e doktoraturës në shkencën tonë, ti ke rri këgja nivelin e fakultetit edhe në shkencat e fesë. E ke rri. Sepse ke nejt gati mësimit leximit Kur'anit, ja ke nisë me mësu edhe do sure për mesh, ja ke nisë edhe me 10 hadithe, i e bo mo, që me thonë, i e bo një gjys hoqë. Edhe paralelisht ti ke ngrit nivelin. Neve, pse për përmeni këto, po du mi përmeni do të larë që jenë të përditshme, Allah. Të larë që jenë të përditshme. A di çfarë të larë kemi në lidhe me këta që përmenëm? A dini që në praktikën tonë kemi njerëz xhamat që janë shumë të zot drejtimin e vetë. Është profesor doktor i një shkence. Ai pret që hoxhallarët ati mi shpjeku niveli ti po të ditunisë shariatike. E kuptu? Sepse ai në diturinë e shkencës ka mrit doktoraturën. Për shembull bezon mjeksi. Ai është specialist. Ai nuk gjon kohë, ai thot për mua është humbje me armë ngue e debin për diturinë. Thonë se bezon e kum rri. Po mirë tek e arrit tek shkenca jote në mjeksi. E ku je tek shkenca e shariatit? Klas 2, klas 3. Mos të kohë klas parë. Tash kur lyp, ose kur dan ai, me ndëgju për hi, ai lyp në i hoqë që full nivellit nartë. Sepse është vetë në shkencën e vetë nivellit nartë. A ju ka ndodhë ke mesele? Më ka ndodhë para një hoqët, shumë i zotit e na, se ki hoqë i kam do mohabete me ty, po mas të doni për këti rrethë, sepse janë pyetje të veçanta. Sepse baja gjë është dikushi në shkencën e vetë. Kjo ka lidhje atë aja me në masijat i mirë, por kjo ka lidhje pse Allah ti nuk avanson në shkencën që e cila shkencë kemi marrë në varr, e kemi marrë në xhenet, çysh ka avansuar në aspektin e dynjas. E cila shkencë nuk ta nxakohen. O shumë e thjeshtë, s'ta merr kohën, nuk ndalon më bë doktor. Nuk ndalon me kry shkollimin, absolut. Andaj të kthehemi tek e realiteti. Realiteti është që duhet neve me kalu dhe me shëndru, si kur theke Molla Jakubi Rahmet Post, të marrëmi dituni si kur receptin e mjeku. Qyshe e merë receptin e mjeku që duhesh me zbatu, shkën me njerë, në apotek i merë, barnat edhe me njerë i përdor. E po qështu me marrë që dituni, kimi adal. Edhe me shëqni kimi adal, edhe me gjami kimi adal, edhe me hoxhallar kimi adal, edhe kanë me kont kënaqur krejt komuniteti edhe krejt ulemaja. Sepse që ke po lype. Nuk po lype ti me usu mu falë edhe kaq. Nuk është këtë ditën, jo Allah. Një është me
me avansu, sikur se në shkenca që avansojmë edhe në aspektin e fesë. Prej tjerave që kam përmend është fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe po e rrumullaksojmë me këto të fundit që kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka më ndriçuar atë fytyrë, ka më ndriçuar atë njeri, që ndëgjon një fjalë, nga fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, mundohet me mojnë men. Edhe ja transmeton atij tjetrit ashtu siç e ka ndëgjuar. Por nuk shton fjalë veta. Thot Allahu i madhru, ka më ndriçu. Ka më zbor fytyrën atij herdo kur. Këtë botë edhe në botë. Pse po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, për me të nxit. Ti mundesh me mi tregu mua ose unë ty lojmet e Zotit. Po nuk jam Zoti problem Allah. Amo ti mundesh me ma kujtu një hadith që o ty ta ku thonë. Që Allahu ta zbor fytyrën sepse për kujtimi bën dobi sa njerëzit e tjerë kemi ndëgjuar hadithe po i harrojmë. Veç për seritja të hën ose të bën me hyn kët hadith shumë të madh dhe hadith i cili t'jap si harish të madh. Prej këtij konteksti është fjala e Aliut radhiyallahu anhu, që e përmend Allah e kaluar edhe me të pelon, kur i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aliut në luftën e Khayberit. Në rastoj në luftën e Hendekut. I ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, në gjendje lufte me rëmë. Thot pasha Allahun, sikur Allahu e udhëzon një njeri përmes teje o Ali. Thot për ty është më mirë se sa me t'i dhon deve të kuqe. Në një thoni tjetër më mirë se dynja dhe çakonta. Gjendje lufte, pejgamberi alayhi salatu wasallam do më tregu, o ju njerëz, kjo dituni nuk është çast e thjeshtë, nuk është çast me vlerë sa ju po mendoni. Kjo është me vlerë më shumë se sa jetën që keni. Gjendje lufte, ti më bo shkak, dikush më bo musliman, është më mirë për ty se sa pasuritë e kësaj bote. E lemo gjendje paqeje, ose gjendje rahatie. Andaj këto janë disa shumë pak prej mirësjelleve dhe shpërblimeve që kanë të bëjnë me dituninë dhe kërkimin e ditunisë, që njeriu besimtari veçanti me ditë që rrugën që ti njeh, lodhjen që ti e ki, atë vështërsinë që e ki ti desa ti lezesh hadithet ose ta lezesh fjalën e Zotit. Që to vështërsi ti hjekun vështërsitë e shkumjes në xhenet, rrugës së xhenetit. Që to vështërsi ta japin lumturinë që nuk blehet me miliardat e dynjas. Nuk blehet. Kënaqësia që e kalon Zoti i Gjithësisë në dituni nuk blehet dhe nuk përshkruhet. Nuk blehet dhe nuk përshkruhet. Andaj ka thonë Hasan al-Basriu me ditë mbretërit, pasanikat, miliarderat, çfarë kënaqësie kemi në zemër, që jemi kështu, edhe jemi fukara, thot prej natë, thot na kishin shtradaja. Sa ata i kanë pasurinë, po se kanë kënaqësi që kemi na. Po ka vjen kjo kënaqësi, po lloj vjen piqëso. Nuk vjen diku tjetër. Dhe krejt adhurimet që i kemi na, krejt adhurimet që i bojmë me Allah, krejt janë pengë, kupton fjalën pengë? Ndvarë peqë ditunie. Edhe koncentrimi që e kemi në namaz është pengë dhe varësi e ditunisë. Sa ma shumë që e njohëm i Zotin, e njohëm i namazin, koncentrohesh ma shumë. Sa ma pak që e njohëm, koncentrimi është shumë i vogël. Allahu Teala lutem që me na e shishmu këtë rrugë, me na dhon forcë e udhëzim këtë rrugë, ai me na marr me rahmetin e tij, me na por udhë këtë rrugë, sepse është vetëm ja rrugë që njeriu besimtar në veçantie e shpëton. Allahu Teala dhe mos miri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.